çmimi i arit ka shënuar rritje të ndjeshme gjatë kohës së fundit, duke u kthyer sërish në qendër të vëmendjes së publikut të tregut. Pa siguritë ekonomike globale, tensionet ndërkombëtare dhe luhatjet në tregjet financiare kanë ndikuar që ari të shihet si një nga format më të sigurta të ruajtjes së vlerës. Kjo rritje e çmimit reflektohet edhe në tregun vendor, ku ndryshimet janë vërejtur veçanërisht në çmimin për gram si për stoli, ashtu edhe për ar investimi. Argjendarët tonë se interesimi i qytetarëve mbetet prezent, megjithse çmimet më të larta po ndikojnë në mënyrën e blerjes dhe vendimmarrjes. Për të kuptuar më nga për situatën në terren, ne zhvidojmë biseda me pronaret e 2 argjendarive, të cilët theksuan se rritja e çmimit ndikohet kryesisht nga tregu ndërkombëtar, ndërsa kërkesa vendore ka një rol më të kufizuar. Sa i përket të armës, pritjet janë që çmimi i arit të mbetet i lartë, me mundësi luhatjesh në varësi të zhvillimeve ekonomike dhe politike globale. Faleminderit juve për vizitë, që keni ardhur të vizitoni biznesin tonë familjar. Ari është kapitali më i madh dhe më i rëndësishëm në botë. Ari përndryshe nuk është vetëm stoli. Ari është valuta më e vjetër e botës, e cila në formë të Napoleonit 550 vjet para erës së re nisi të përdoret si valutë botnore, dhe përdoret si valutë botnore më shumë se 2500 vjet. Ari çdo kohë konstant rritet, por këta që ka nëllë kohën e fundit është e jashtëzakonshme. Në gusht të vitit kaluar, ari ishte 90 euro grami apo 90.000 euro kilogrami i arit. Dhe ka funi gushtit apo fillimi i shtatorit, ari nisi të rritet jashtëzakonisht shpejt. Dhe tashti arriti një çmim rreth 140 euro gramin apo 140.000 euro kilogramin. Çka do të thotë se për këta 6 muaj ari e rriti vlerën e vetë më shumë se 50%. Po arsyeja pse po rritet, a lidhet më shumë me tregun ndërkombëtar apo me kërkesën vendore? Rritja e çmimit të arit nuk ka të bëjë me kërkesë vendore, përpos me çmim ndërkombëtar. Ari pothuajse të njëjtën kohë me të njëjtin intensitet rritet në gjitha bursat e botës, si në bursën e New Yorkut, ashtu edhe në bursat e Kinës, Londonit, Turqisë apo bursave tjera botnore. Bursa kryesisht mbaret prej gjendjes ekonomike dhe politike të botës. Nëse në botë diku parashikohet një mundësi luftet, apo nis një luftë kudo në botë, si dhe nëse parashikohet një mundësi të një krize të ekonomisë, ari rritet sepse shtetet e pasura apo bankat botnore kryesisht blejnë arë për të ruajtur kapitalin e vet nga inflacioni. Atëherë përmendet se sa kushton sot grami i arit, por mund të dimë atë krahasimin me kohën kur ju keni filluar të merreni me shitjen e tij. Unë kam hyrë në këtë biznes në vitin 2002, para 24 viteve. Dhe atëherë kur hina në këtë biznes, ari e kishte çmimin e bursës 90 euro për gram apo 90.000 euro për kilogram. Kurse sot, 24 vite mrapa, ari arriti çmimin e vet, siç e kam më parë 140 euro për gram apo 140.000 euro kilogrami. Çka do të thotë se për këto 24 vite, ari e rriti vlerën e vet 1500% apo 15 herë më shumë se sa ishte në atë kohë. Nëse shohim ekonominë e botës për këto 24 vite, flas konkretisht, kur gjën e bota apo ekonomia e botës nuk u rrit aq shumë se sa u rrit edhe vlera e arit. Çka do të thotë se ari është investimi më i sigurt në botë për kohë të gjatë. Po sot është ulur apo rritur interesimi i qytetarëve për të blerë ar? Sigurisht se është rrit interesimi i qytetarëve për të blerë ar, duke parë se në këtë kohë, për kohë të gjatë, po rritet shumë shpejt çmimi i arit, ashtu rrit edhe interesimi i tyre për të investuar në ar, sepse në këtë kohë me një investim shumë të shpejt bëhet një fitim shumë i mirë. Apo blejnë më shumë qytetarët për stoli apo për investim? Unë momentalisht nuk kam ar investimin në shitje për stoli, sepse në këtë kohë kur janë këto ndryshime kaq të mëdha, gjithmonë ka mundësi që për një kohë edhe të kthehet çmimi i arit
disa procenta mrapa dhe kryesisht jemi fokusuar në këtë kohë vetëm për arstolie. Po si ndikon kjo rritje në biznesin tuaj? Përveç se rritet vlera e arit që kam në shitje, kjo rritje arit për biznesin tem nuk me konvenon sepse ashtu si që rritet çmimi i arit, ashtu ullet mundësia e qytetarëve që të blejnë arë. Janë disa artikuj të cilët populli gjithmonë do t'i blejnë, si që janë unaza fejeset, unaza marteset, disa dhurata që tashti janë ba një pjesë e përditshme e jetës sonë, si që janë dhurata dazmësh, dhurata krizmimesh, pagzimesh e të tjera. Por gjithsesi mendoj se do të bien mundësia e blerjes arit në të ardhmen nëse vazhdon ari të rritet me këtë intensitet. Kështu që mendoni se çmimi do të rritet apo pritet stabilizim? Pas çdo rritje të arit do të vinë edhe stabilizimi, por ata që parashikohet këtë kohë është se ari gjatë këtij vitit mund të shkojnë deri në 200 euro për gram, apo 200.000 euro kilogrami. Këto parashikime ishin edhe para vitit. Në këtë kohë edhe pritej kjo rritje e arit, por a do të realizohet ai parashikim që është apo jo, ata nuk mund të dimë, do të shohim gjatë vitit. Po si mund të dallojnë qytetarët arin cilësor? Nëse tregtojnë në dyqanet të regjistruara, atë do të jenë sigurt se kanë bler arin e origjinal, por nëse ata në një mënyrë private vendosin të blejnë, atë gjithmonë ka mundësi të blejnë një falsifikat. Nuk isha më propozuar në atë mënyrë të bëjnë tregti, sepse falsifikatet e arit janë të punuar në mënyrë plotësisht origjinal si ari, me gjithë vulja, me gjithë shenja, por ata është shtirë t'i kontrollojnë, sepse ato metale të arit të falsifikuar nuk reagojnë në kiselinat të cilat janë të punuar për të verifikuar kvalitetin e arit. Ashtu që do të thotë se nuk ka mënyrë për me kontrollua përveç përmes shkrimjes dhe në atë mënyrë mund të kontrollohet. Ashtu që qytetarët nuk e kanë atë mundësi ta kontrollojnë dhe s'kisha më propozuar me blerje në mënyrë private. Por ka një dallim të madh mes arit 14 karat dhe 18 karat. Mund të mësojmë pak më shumë mbi këtë? Po ka dallim. Mes këtyre dy lloj arit është dallimi 28% në pastërti, që do të thotë se ari sa më të pastër ka më shumë karat. Dhe çdo ar e ka shenjën e vetë e cila karakterizon pastërtinë e arit të pastër në të. Ari 14 karat e ka shenjën 55 dhe do të thotë se ari 14 karat ka 58.5% art e pastër, kurse 41.5% janë legurat e tjera si bakër, sërm, cink, palladium, të cilat përdoren në prodhim të arit, kurse ari 18 karat ka shenjë 750, që do të thotë se 75% është ari pastër, kurse 25% janë këto legura që i kemë parë. Dhe çfarë do i këshilloni qytetarët? Është momenti i duhur për të blerë ar, apo ndoshta duhet të presin më pak? Ari është investimi më i mirë dhe më i sigurt në botë. Ari gjithsesi nuk blehet sot për ta shitur për disa muaj, por për një kohë të gjatë ari është investimi më i mirë. Nëse sot e bleni arin dhe e roni një kohë më të gjatë, jam i sigurt se në atë kohë do të shitni disa herë më shumë, apo të shumë fishoni vlerën e parave që keni dhënë për të blerë arin. Ashtu që propozimi jam që gjithsesi të bleni arin dhe të roni paratë e veta nga inflacioni. Mirdita, përshëndetje edhe për juve, për televizionin Bojnë. Flasim për nga aspekti argjentarëve, për faktin që ka ndodhur normal me të cilin gjithë jemi të njoftuar, për ngritjen e çmimit metaleve të çmuar në kohën e fundit. Mendimit jemi se ajo ngritja e metalit çmuar vjen nga tensioneve cilat janë nëpërmes, domethënë një klim tensioneve të shtuar mes Shtetet e Bashkuar dhe Bashkim Evropian, e cili e ka shkaktuar domethënë ngritjen e arit brenda ditës edhe 2%, që është një historik, verifikohet sikur një ngritja historike arit në të kohën e shumë fundit. Kujtoj një analiza cilat janë bën para disa dekadeve, cilat janë kanë gjajshme nga atë kohë deri tani, ari e ka pas, apo një metal të çmuar kanë pas një tendencion stabilitetit çka i përket çmimeve. E po tani për shkak të, siç e tregova,
mendimit jem kur e shpalli Trumpi, do me thonë planet e ti realizum për ishu Grenland, atër erli një kohë distabilitetit krejt politike skenore, le aty kem një ngritjen e metalit qmur, si kur arin, ashtu edhe argentin, kur masi sidomos masi që investitorët e tregojnë një siklet apo mundohen që të gjejnë do stesa apo shtresat e sigurta për të mbrojtur kapitalin nga rreziqet global ekonomike, nga rritjet e tarifave tjerave nga tregtare. Aty do me thonë shënohet se ngritet edhe argenti si që tregova, argenti ngritet 44%, vjen deri te unë se $95, që normal nuk mbahet mend. Një fakt, një gjë alarmante, e cila ndikon në gjithë neve, nuk varet nga neve, si që tregova, varet krejt nga baza ekonomike politike, e po tash unë flasi kur nga aspekti jun, ajo një fakt që as pak nuk konvenojnë se na jemi argjentar, po jemi edhe tregtar. Bellafoqohemi me njerëzit cilët janë në kërkesa për të blerë, cilat kanë nevoje, edhe nga dera si që hine ata flasin edhe normal alarmant jonë ngritari. Unë doa të them një gjë që ndoshta nuk u takon apo nuk thehemi gjithë në fakt që arri nga marsi 2020, do me thonë nga fillimi e pandemis, do me thonë ja aty kemi ngritjen e arit deri 20% deri në kohën tani, e cila kur krahasohet me produkta tjera, cilat mas mendimis jam janë më alarmante, flasim për çdo produkt i cili kemi ngritjen 100, 200 e 300%. Ashtu që unë në atë kohë unë majmen për shamu, se unë jetoj në fshat, edhe majmen si një thesi plehit, cilat e përdorin, do me thonë në bujësi, ka ken 8 euro, 9 euro, deri tani ajo është për shamu 40 e kusur euro. Dersa ngritja e arit, kur bazohet në gjdo aspekt tjerave gjërave e në ngritjes, ari është normal se në ngrit, edhe është kohë të një shtira sigurisht, por nuk është gjithë aq alarmante si kur ngritja e produkteve tjera në krejt bazë dhe fushë tjera. Sa kushton sot grami i arit krahasuar me kohën kur ju keni filluar të merreni me shitjen e tij? Zotit, edhe jonë bë disa hapa normale në botë, prap kthehem si nuk varet ajo gjë nga neve, edhe masë që jonë zgjell guverenti i ri në bankën botërore, ka zëvend, edhe tërhiq ngritje arit, prap më këthyje e një stabilitet, sa do pak jo si që ka kenë për para, por përsëri e ka një çmim ma të ullët se si ka kenë para 2 jave. Tani mund gjehet ari nga 100 euro deri 110-115 euro në për gram, në varet produkteve, në varet prolluesit, në varet punimis dores. Është ullur apo është rritur interesimi qytetarëve për të blerë arë? Unë apeloj në gjithë qytetarë, në gjithë njerëzit, sepse mos të humbin, as mos presin, nëse kanë nevoje për të blerë diçka nga arit, e kanë nevoje. Çdo na jemi në ato vende kur çdo fejes, mërtes apo nevojat e ndryshme, kërkojnë blerjen e arit. Për blerjen e arit nuk duhet me pris, se kur kush nuk din se si do të vepron, si do të vazhdon në të ardhmen, nuk duhet me humb vullnetin, sepse të kundërten duhet me ble arë sa më shumë, se është një valutë shumë stabile, edhe vetëm ja gjë e cila, me të cilën, do me thonë, nuk jenë në humbje, apo të cila e kundërshton inflacionit. Njerëzit që i kanë nevoje për të blerë, ata gjithsesi duhet me blerë, vine, pak na e pak ata, edhe vjen deri te marrëveshja, edhe vazhdon tregtia normal. Se prap them, nuk është gjitha që alarmante ajo ngritje e arit,
normal, ndoshta sigurisht thojnë njerëzit po, por jo, gjithaj si janë produkte tjera, sepse jem shajta se në çdo gjë, në çdo aspekt, për çdo ditë ndryshojnë çmimet. Në këtë moment, mendoni se më shumë po blejnë për stoli apo për investim? Ja, takon edhe kërkesa për investim, por jo, ma shumë stoli, ma shumë nevojat, do me thonë, ato sifata cila shëjohen me blerjen e arit, si që tregova, martesa fejesa, luratat e ndryshme, le kish me cek një opinion që ari është prapë në trend, prapë është në mode që thojmë na, edhe shohim për di se do me thonë për di shohim interesim matë malë për stolin e arit, le për argentin, por edhe për arë prapë, do me thonë egziston ajo dëshira që gjithë se cila femen të ka një stolin nga ari apo ma shumë. A mendoni se çmimi i arit do të vazhdoj të rritet apo pritet stabilizim? Pa i besoj se jemi një pozit apo një situatë që besoj se për tani do t'jetë stabil. Nuk do t'ullet, absolutisht, unë nuk jam mendimin se do t'ullet, flasim sidomos edhe na kolegë prej regioneve tjerave, flasim edhe me ata prollosa që ku gjitet me shtetet e azijake, nuk gjithsesi është një opinion që kurkush nuk din, por pse ullet, se besojmë kurkush nga neve, por shpresojme dhe besojme dhe dëshirojme që nuk ngritet. Sepse ne nuk e kemi interes, as nuk e kemi dëshirë që ngritet ari. Unë shpesh të jetë përsritën të mushterit mi dhe i them, kurkush mo se unë s'kish me dash me kenë ari krejt një çmim krejt i ullë, që te ofrojmë sa mo shumë populli, sepse mendimit jam nëse ble populli arë me i fjalë pasurohet, gjdo standardi përmirësohet. Atëherë të mësojmë si mund të dallojmë arin cilësor. Unë apeloj në popull që i kur blejnë arë, gjithsesi duhet me ke i njoftu me disa gjana, se në gjdo artikulli arit duhet me kenë një vullje nga shteti, një vullje nga neve. Apeloj dhe të blejnë arin të ato firma apo në ato argjentaria të cilat e kanë afer, të cilat kanë isoj përgjigje për atë produkt që e shesin. Unë konkretisht jom bazua në një arë 14 karat, si kur unë ashtu besoj edhe gjithë argjentar, apo mo shumë të them 80%, 85%, mas se kërkesen mund të bajme edhe arin me 18 karat, apo mo tepër, mas kërkeset, do me thonë bleresit, të na është interesimi për këto gjëna mo pak, ari 18 ka një ngjyrë pak mote për të kuqe, ari 22 apo 24 karat edhe mote për të kuqe, por përgjithësi shumë pak interesim kem për ato kërkesa, edhe qëndrojme apo bazohemi në arë 14 karat, por shumë kvalitet. Shumë kvalitet, dhe me një verifikim nga shteti ynë, me një prollues të njoftum botërore, e apelojnë gjithë njerëzit që janë ato niansa kanë shumë do me thonje kur formohet çmimi i arit. Ari edhe çmimi njëjta gjë mund ndryshon edhe mas prollimit ose punës dorës, sepse nuk çdo artikull nuk punohet me njajti çmim dorës, disa gjëna janë më unikate, i kushtojnë më shumë kohë çka i punon, çka i përket punës dorës, ato produkte edhe kanë ndoshta 1 gram apo një çmim më të lartë. Por përgjithësi apeloj të blejnë arin aty ku e kanë më afër, ku e kanë më me garancion, me sertifikatat e shtetit, cilat janë me shumë domethënie për një shitje çka i përket këtij arë më metalit të çmuar. Dhe për fund, çfarë i këshilloni qytetarët, është momenti i duhur që të blejnë arë? Gjithsesi, absolutisht, gjithmonë duhet me blej arë. Në momenti është ashtu si është, unë theq prapë se besoj se ullet, gjithmonë ekziston mundësia që ngritet, ashtu që mos e ullni koken, hajdeni se bashkut bëjmë çka të mujmë me ba, do me thonë absolutisht me keshillat tona, me vullnet tonë, me një politikë
cilën e boj unë si kur tregtare me një marë shumë të vocel, besoj se nuk ka shumë ndryshime, as nuk ka gjënë për kaq alarmante që mos të blejnë ato që ka u duhen. Shikues të nderuar, përshëndetje. Patët mundësi të ndiqni bisedat me pronarët e 2 argjendarive, të cilët na sollën këndvështrimin e tyre praktik mbi rritjen e çmimit të arit dhe ndikimin që kjo ka tek blerësit. Ndërsa tani për të parë këtë çështje nga një prizëm më gjerë ekonomik dhe për të kuptuar arsyet reale që qëndrojnë pas këtyre ndryshimeve, kemi kënaqësinë të zhvillojmë një bisedë me ekonomistin Dr. Martin Bojaj. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit Bojaj. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit juve që jeni gjithmonë të pranishëm në çdo këndvështrim, çështje, problem social, të cilën e ka vetë territoriumi Malësia. Faleminderit për gjithë sakrificën që mundin e qëndrueshmërinë që ka jo vetëm pronarja Sandra Bojaj, por dhe krejt timi, krejt stafi i televizionit Bojaj. Zoti Bojaj, si e vlerësoni ju lëvizjen e fundit të çmimit të arit, a ka të bëjë më shumë me një rritje të përkohshme apo me një trend të më afatgjatë? Ari ka histori shumë të thellë në historinë e ekonomisë dhe zhvillimit shoqëror. Në qoftë se kthehna për me kuptuar lëvizjet aktuale të arit, na duhet me marrë pak i farë narrativet, i farë kuptimit historik, se si ka lëviz ari ndër shekuj. Në shoqëritë lashta, 2700-3000 vjet para erës re, njerëzit kanë shkëmbye mallna me mallna, kanë shkëmbye thinkën me mielin me ujin me ven, etj. Po ajo lloj shkëmbimit nuk ka qenë i vlefshëm, pra nuk ka pranuar prej tona palëve vetëm në do territoret caktuara. Edhe ajo ka krijuar, me thënë, probleme në këto marrëdhënie tregtare që kanë pas posaçërisht në lindjen e afërme në Mesopotami, në atë zonë. Ashtu që është paraqit ari. Ari në vetë, në përbamja kimike e arit, se s'po duam me hinë shumë në çështje kimike, por është shumë i veçantë në përbamjet e saj, sepse atomet e arit janë shumë të ngjeshura, shumë të lidhura njëra me tjetrën, edhe ato nuk tërnojnë në formë ose nuk fitojnë korrozion në kushte të ndryshme klimatike. Pra, njerëzit kanë nisë për me formua, me thënë, Napoleon e arit në atë kohë, edhe i kanë krijuar në të njëjtën masë, në të njëjtën mallësi, edhe në të njëjtën peshë. Edhe kanë nisë për me tërnua me arë. Por ajo kanë transakcionet kur i kanë bërë, janë kanë pak të komplikuame sepse nuk ka mujë për mu da, për shembull ajo Napoleon, prej jarit, prej janit qytetit, në qytet tjetër për shembull ka da për me tregtu vetëm një pjesë. Atë në da për me shkëmbye, por ashtu anda për me lënë diçka tjetër në vend të saj që kjo ka lënë një Napoleon, anda për me lënë doj material tjetër. Edhe, pra me thënë ajo lloj pjacet, ajo lloj tregut, është zhvilluar jashtëzakonisht kadal. Edhe deri në zhvillimin e këtyre trezeve botnore, deri për shembull në luftën e dytë botnore, atëna po, pas atyt në vetarit kanë thënë njerëzit a diçka po, ma ne pishej fletët, me ne disa adin fleta, që janë thirë monella, pare, në emën të ati arit se nuk mundem për me bënë transakcione, atëna janë lënë monellat edhe është kriju i farë, arja kënë i farë sigurimit për me bënë transakcionin mes
në mes njerëzve. Pse ari? Sepse ari është, si thamë parë, ari janë shumë i rrallë në natyrë, është i qëndrueshëm dhe është i besueshëm. I ka të trijat këto karakteristika, pra ja i vlerë arit, i beson si ai që është në Indi, si ai që është në Manhattan. Edhe njerëzit kanë nisë me ban këto tregtina në inventarit, pra janë lënë këto kartë monella, dhe në luftën e dytë botnore, kur në Evropa është shkatërruar shumë. Edhe pasanikët e mëllecit të Evropës, për me ruaj kapitalin e tyre, e kanë ban lëvizjen e kapitalit të arit, e kanë ban Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe ati janë kanë një sasi rrëth ma shumë se 70% e arit të botës është gjindë në pas të ufës dytë botnore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe pas e tytë, Amerika tu me e pas e ka avantash, i ka thirë të në shtetet e botës, që janë kënë në të kohë, kanë thënë, a mujnë për mu marrë vesh diqka, me qenë se ari po a këtu, po. Kanë thënë, ajo në thirë Bretton Woods, është i vetën në Amerikë, edhe janë takoha, edhe kanë thënë, a një ju dakord që 1 ounce e arit me kanë barazi me $35 fiks, edhe janë marrë vesh. Pra, 1 ounce në kanë barazi me $35 fiks qëmimi. E kanë thënë këto shtetet tjera. Këto shtetet tjera kanë thënë që na e vëm barazi valutën tonë me dollarin. Pra, dollari me arin e valutat tjera me dollarin. Dakord. Edhe kjo ka funksionua qëmimi i arit, ka funksionua jashtëzakonisht bukur, deri në vitin 1970, kur është paraqiti konfliktin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Vietnamit. Edhe lufta ka harxime të mëdha, të paparashikueshme. Po si e shpjeguame në këtë pjesën përpara, pra tonë ekonomia e botës kanë një peshore, kisha më thënë fiks, edhe valutat tjera të botës e kanë vlerësua dhe e kanë besua dollarin, se Amerika ka me shtyp dollar, aq sa ka are. Do më thënë, barës, si thamë, 1 ounce me $35, dhe tjeret e kanë vumu barës me dollarin, për shembull marka e tjera. Jeni e këto valutat tjera të botës. Me 1971 ka fillu lufta. Edhe Amerika ka pa harxime jashtëzakonisht të mëdha. Edhe ajo e ka shtyp dollar, ma shumë se sa ka arë. Po, tash partner tjerë kanë nisë e kanë vëmure këtë fenomen, edhe kanë nisë për me vetë. Kanë thonë, ka jetu i marti adin të në këto lek. Edhe kanë nisë me hup besimin që i kanë pa ba marrëveshje me 1900 pas luftës dytë botnore në Bretton Woods, edhe ato kanë nisë me hup besimin, edhe kanë nisë për me lyp arin mbrapa, kanë thënë, okej, na arin tonë duhem me 1 ounce që është, duhem me le mrapan, me trektua mrapan. Edhe këta kanë lypat shumë arë, Evropa, Gjermania, do më thënë komplet Franca, Spanja, shtetet tjera, Kina, Japoni, këto. Dhe që ka ardhur një moment që Amerikës nuk i ka leverdisma ajo tregti. Kanë thënë çka duhem tash, janë bashkuar prap, kanë thënë qysh tash, edhe mrapa duhem me vunë me lëviz dollari edhe paret tjera, valutat tjera, në regjim të lirshëm, jo mu lidhë për arit, por mu lidhë besimi për institucione. Edhe këtu, për herë të parë, krijohen ato institucionet ku njerëzit faktikisht e napin besimin jo ma në arë, por napin besimin në institucion. Pra, i besojnë Bankës Qendrore të Amerikës që thirret Fed, ose i besojnë Bankës Qendrore të Evropës që thirret ECB.
European Central Bank. Edhe kjo vazhdon shumë bukur, por çka ndodh me 1971 toll një kërkesë shumë e madhe për arin edhe çka toll? Çmimi i arit arritet. Pse? Sepse njerëzit në kriza të mëdha, kapitalin e tyre duhen me pasigurt. Ata kanë thënë, Amerika me Vietnam po ka shumë harxime, shumë probleme, na nuk mund me investua ndoj aset, ndoj treg, ku na ne profit, po peruim kryet e gjans. Edhe ata kanë vënë lekun në arë. Ashtu që çmimi i arit është rrit, se kanë tregu, ka lyp, edhe ka rezervat vogla në botë, domethënë ari nuk mund printohet si parja. Ai e ka një sasi të caktuar, edhe çmimi i tij është rrit. Pra aty ka një mësim i madh ekonomik, që për herë të parë njerëzit pas asaj fixed rate që janë kanë dollar me ounce të arit, ari ka njësë për me lëviz në tregsi i material, i cili produkt, i cili ka vlerën e saj dhe lëviz me ato. Por leksioni për ekonominë, kanë makroekonominë, kanë që në rast të tilla, pra kur ka krizat të mëdha, njerëzit e ruajnë, lypin kërkesën për dollar, kërkesa për dollar rritet, çmimi i saj rritet, e në anën tjetër, njerëzit nuk investojnë, sepse është risk. Shumë logjike, shumë normale që njerëzit në situata luftet nuk investojnë. Edhe kjo ka zgjat deri me 1980. Me 1980 paraqitet vazhdon kjo krizë, më thënë, është zgjat pak, paraqitet me OPEC, me energjinë, me naftën dhe derivatet e naftës, ata OPEC-ut, një korporat, shoqat, ata thonë që na çmimet e naftës dhe derivative të naftës na kemi me i paj në rezervat tonë dhe arrit atë çmimi edhe Amerika bjen për herë dytë në gjoj në këtë leksion të madh ekonomik. Edhe vazhdojnë krizat, kalon ajo krizë, zgjohet ajo krizë, vjen kriza 2000-shit, .com që thirret në kontabilitet, kalon ajo, vjen kriza e madhe 2008-2009 që pra kur një bank i ka marrë asetet, edhe jashet banka X1, jashet bankës X2. I thotë jo, këto shtëpia që i kanë vënë njerëzit në hipotekë, na i kemë pa marrë për 100 euro. Po këto tregu tashmë ato me lërsu ma shumë. Na kishim me vashit juve këtë paket që i kemë na me 100 njerëz, juve për 120 euro, për 130 euro, mirë dakord, edhe këta e blenë. Vjen banka X2, thot, na kishim me ble juve që e keni ble këtë paket për 120 euro, na kishim juve për me ble këtë paket për 150 euro. Edhe sheset gjitha komplet vargu, se si janë lidh vargu, dhe një moment që i komplet bjen sistemi poshtë, sepse vlerësimi nuk kanë real. Edhe ajo thirret në anglisht bank run, do më thënë ku njerëzit i largojnë pritshmëritë, mos largohen atë mësarit. Vjen kriza, gjitha këto kriza, arit janë rrit vlera, pra i 1971, 2001 diçka, 2008, 2009, vjen kriza e 2020, e cila vazhdon varg, vjen pandemia, pas pandemijet vjen kriza e inflacionit, lidhen një pas tjetërit, edhe në këtë lidhet kriza, pra njerëzit shkojnë, tregtojnë, duhet me kënë ata që kanë kapital, duhet me pas kapitalin sigurt. Adin të na, se pe lidhi pak me malësi, kanë doja i babs frantushi që vitet të na shpesh e i kese plët me Napoleon e arit. Adin e na i kalzot, adin si janë kanë kosh zoka, rok stanje,
që të kanë paj, me thënë, marketin tonë me valute, me are, me tregtie, me ekonomi. Edhe ata i kanë vunë në arë, sepse arë janë këni sigur, pra ata kanë kuptua jashtëzakonisht mirë, nuk kanë shkua në një parashikimit që nuk kryon kuptim, nuk ka sens, por ata kanë kuptua thellë, ekonominë, me gjithë si janë kanë ndoshta pa certifikata shkollës, se të edukuam janë kanë jashtëzakonisht shumë, kanë pas shumë kuptim, inteligencë për atë punë. Edhe që ka ndollë tash në 2026, një fenomen, në 2026 në janar tolli i ramje e vogël, sepse Biroja e punësimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës del me një cifër që pa punësimi është ullë, për më duket prej 4.5% në 4.3%, cilët disa tregtarë, por jo krejt kisha më thënë ata të përgatitun për me investua, po të nëzituam, dugutun të padurueshëm, e kuptojnë pak këshilltar të mirë, e kuptojnë këtë sinjal si ekonomia e Amerikës të me ecë shumë bukur, shumë mirë, me gjithë se Fedi i Amerikës e ka normën e interesit fikse, në fund dhjetor, 2025, kemë menua që ekonomia ka me vazhdua me këtë cikël, pra me normat interesit kur na me investua lektona, në kompanijët të ndryshme, ato nuk kanë me këthy doj fitim, edhe ata në kanë rezervë. Që kanë ba? Kanë investuar në gold në arë. Shumë bukur. Por, kjo statistikë u ka allan e tyni për me kuptua këtë sinjal, si ekonomia tu me shkua mirë, pra nësë kem nevoj ma me i paj lektona në arë, po i marim, po i investojmë në bitcoin, stablecoin, në këto, në energjinë, në trezit tjera. Por, këto a ka një mas e vogël e njerëzve, edhe për ata qmimi, dikon në fillim të janarit, ka raj arit. Por, sepse pak ma thellë kjo, sepse në Amerikë është banka qendrore, e cila ullheqet prej chairman, prej kryetari sajnë, edhe është që ullheq politikën monetare, edhe ullheq politikën fiskale presidenti, me shtabin e tina. Këta dy duket se nuk i kanë ujnat krejt ambasadat krejtësisht hapon, nuk i kanë marrëdhëniet e ambasadat në rregull, nuk i në njëjtën shinë, edhe duket si luftojnë. Këto kazojnë pak, por jo shumë, sepse tregu është i hapun edhe jo stabilizohet në tregt hapun. Tregtarët e Amleq e kanë analizuar thellë këtë punë, edhe kanë thënë që jo, ari nuk ka mjollë qimimi, por vazhdon ma tejna, pse? Sepse halata e kanë kuptua në analizat tyne reale, që gjendja geopolitike e botës nuk ka stabilizua aqë shumë sa atyne mullan besim e me kriju ata preqëmerit e tyne, me kriju ata besimin që tashmuj me mararin që je kem pas, me shit në trek, edhe na duhem lek tona mrapa, ne investojmë dikun, sepse ata narë kanë jo aqë fitim sa kanë për shemull dhe në investime tjera. Ashtu që kjo kanë pra modesht pak narrativ për me lënë, për me kuptua njerëzit edhe shikuesit tanë se dinamiken e lëvizjes tregut arit në botë. Pra në kënë pritshmërit, e cilat jenë jashtëzakonisht të rëndësishme, pra është besimi. Ata për shembull, si më thënë, vetëm njeri cili përgatis bukë, e kam furrën teme, edhe buka momentalisht për shembull shitet 1 euro, një bukë 1 euro, por vetijej, këshyri lajmet, lexoj gazetat, futem në internet, që
çmimi i miellit ka më rrit. Dhe tash, e supozojmë për thjeshtësi të shemullit, që për me punua mua për me përgatit një buk, për me vumë, ma da 0,4 euro 40 centa miell, me nda 20 centa punëtor për një buk, edhe me nda 20 centa energji, drum, rëm, e tjera, edhe centa shpenzime tjera, për me ardha jo buk për mushit. Edhe më shes këtë buk 1 euro, pra margja e fitimit është 10 centa, edhe jam dakord. Por vetit është që miellit ka më rrit çmimi. E supozojmë, për thjeshtësi të shemullit, që rritet në 48 centa kytije. Edhe na e marrim me që këto çmime të tjera të energjisë dhe të punëtorëve nuk kanë me luaj, vetëm këtë, për thjeshtësi të shemullit, i cila nuk është në realitet, por për me da me i kuptua fenomenin e besueshmërisë dhe të pritshmërive, pe napim këtë shembull të thjeshtë. Janë 48 centa, plus 20, plus ato let, janë 98 centa. 98 centa, ky fitimin, në fund të muajit, ka me pa kur të vinë mielli, 2 centa. Tregtari donë që me pas margjën e fitimit 10 centa. Pra ky me automatizëm, jo vetëm se ka me ba balancimin e çmimit që me shkua ky, për me shit bukën i euro 10 centa, por ky ka me qua thirët në anglisht një buffer, ka me qua çmimin për sigurit vetë, ka me thonë se nuk e di vetë, ndoshta rritet të mielli, ndoshta kanë me lyp punëtorët edhe ma shumë lek në fund të muajit, edhe rryma ndoshta ky pa fakte, por në pritshmëri, besueshmëria, është efekt psikologjik, me këtë marrë një doktor shkencësh në Amerikën në ekonomi për herë të parë, e cili e ka kriju këtë koncept filozofik, i cili është aktual shumë i përdorshëm. Edhe ky e rrit çmimin 1 euro 20 centa. Me automatizëm, çmimi në treg i bukës rrit 1 euro 20 centa. Në qoftë se gjitha furrat i rrisin këtë çmim, çmimi i përgjithshëm rritet, edhe kjo thirret inflacion. Pra, pa u rrit çmimi, pa çmimi, njerëzit tu me pas pritshmëritë se ka mu rrit në çmimi një produktit, i kanë tërnuar besimet e tyne, e la rrit çmimi e nesre, pa marrë çmimi. E ka rrit edhe ma shumë se që duhet. Ajo margin, ndërse çmimi të real 0,98 plus 10%, plus ky profiti tjera të thirret buffer. Buffer është në Shqip, në malësorët bela kishë me i thani farë garlit. Që do në ajë sigurim? Ajë vla do në sigurim, sepse ajë nuk e dinë se që ka konventual nesër. Ele e supozojmë se produktet tjera e rrisin këtë çmim, i cili nuk është aktual, pra pritshmëritë janë jashtëzakonisht më rëndësi. Me këtë shembull deshta me thënë se pritshmëritë e arit edhe të këtyre treseve. Atëherë gjitha kjo që shëruat, janë këto faktorët kyç ekonomik që ndikojnë në rritjen e çmimit të arit në nivel global? Po, sikur të ishim me shkruar një punim shkencor në lidhje me këtë, propozimi jam teorik, i cili kite me definua determinantat e arit, kite me kënë ja është norma e interesit. Pra në qoftë se normat e interesit në banka qendrore janë hala nalt, ato i kanë parrit sepse inflacioni o kanë nalt, kanë da për më i thënë popullit nalt, mos hap firma, mos këto, edhe ajo e ka stopua. Pra kur është norma e interesit nalt, ose kur populli me fjalë tjera nuk ka interes me investua, çmimi i arit të nalt. Pra një është interesi, faktori një. 2, kish me thënë, por jo gjithmonë, pjesërisht është inflacioni edhe pritshmëritë e inflacionit cilat vetëm i kuat me pak për këto pritshmëri. Edhe kish me thënë, faktori i tretë janë faktor geopolitik, çka ndodh në botë, çka ndodh me Greenlandën, çka ndodh me Ukrainën, çka ndodh me gazën, çka ndodh me këto, edhe ato, gjitha ato, ndikojnë në pritshmëritë e mia
se a komi shidvet, arin për lek, komi marrë lek dhe komi investua dikon ku është e arsyeshme, apo komi pritë dhe pak. Në qoftë se vetë presë dhe pak, atë pritshmëritë e mia bazuame në arsye, logjik thjesht, janë që vetë komi bajle pak, pra këta kishin me kenë, vetë kishme, na kishe muj me shkrua këtë punim, që determinant kryesor çmimit të arit janë këto 3 faktorë që i thame. Po, këto do të reflektojnë gjithashtu këto ndryshime globale në tregun lokal, konkretisht në Maltezi. Po, këto janë tregje botnore. Këto janë tregje që diktohen prej atyne që e kanë produktin, arin. Mirë, dhe mund të themi se ari vazhdon të mbetet një strehje sigur për investitorët në këtë kohë krize. Gjatë gjithë historisë njerëzimit, ari tregon se është aset i sigurt. Aset në cilin njerëzit, sepse si ta më parë, janë 3 karakteristika për arin. Një, është i qëndrueshëm, ari nuk ndryshon. Aja arë, i myrë ari, që të kallën gjyshja, aty mu që mjallën nipës, sepse ai nuk ndryshon formë. Karakteristika e dytë, është që ari thamë, që ari është i rrallë, pra nuk ka që mund gjendet me shumicë, sikur kite mund gjendet me shumicë, kjo karakteristikë kite për mja të rënua vlerën arit. Edhe vlerë e tretë është që i besojnë njerëzit. Mujnë me kënë këto 2 të paret, po në qofë se njerëzit nuk kanë besim në ta, ajo nuk vlenë si mjetë shkëmbimit. Pra ari është, kisha me thanë, i investimi në arë, kryesisht i shteteve, bëhet si buffer, thamë, si farë sigurimit, si farë garlit, sigurues, i cili si farë kështillet, i cili siguron në afatgjat kapitalin. Dhe si e shihni ju, a janë qytetarët e interesuar që të blejnë arë për investim? Po, vetë shose pjesërisht disa makro faktor janë stabilizuar. Për shembull, inflacioni në botë është, kisha me thënë, në Evropë është stabilizuar shumë. Në dhjetor kanë 1.9% në Evropë, i cili është faktori kryesor i determinuesi inflacionit në Maltezi. Faktorë tjerë që të tregojnë që mund lehet hala ari, është që hala nuk ka përri ekonomia në atë nivel që me kanë sigurt për me investu në këto marketet tjera. Megjithëse gjithë politika fiskale edhe politika monetare në botë janë të me luftua për me prunë këtë stabilitet, por nuk mbërnjet me një ekuilibra të ekonomisë të hapun. Nuk janë këto ekonomi të mëlluna si janë kanë kohë të komunizmit, ose të qka ashtu që ajo regulohet në tregjet hapuna edhe në demokratike. Po nga këndvështrimi ju e si ekonomist, a mendoni se çmimi i arit të mund të vazhdoj të rritet edhe në muaj në vijim, apo pritet një stabilizim? Kjo pyetje është shumë, nuk është pyetje e shtirë. Është pyetje cilën si e folme dhe tash këtë dinamik. Ndoshta nuk kitet me kënë mirë për mua me lanë parashikimet e mia, po në qoftë se në parashikimet e mia janë të mia personale. Edhe nuk e di sa ato mujnë me kënë sigur të nesër, por në bazë të asaj që na shohim sot, tregjet hala janë të me lyparë. Një ounce më duket ka hip dikun $5.34-50 një ounce e arit. Në tregje në berza botnore. Ashtu që po, si kur unë personalisht do të investoja, unë kish me investua për momentin
sëllën arë, i cili është investim i sigurt. Megjithse, pra po thëmë, janë disa faktorë, cilët nuk e kanë gjithë peshën njësoj, kur i vëmë ato në vaga, po tu me këshyr narrativin, logjikën, pjesën historike, edhe që ka nëllë momentalisht në geopolitik, kishë me thënë që investitorët kryesor nuk janë gati me riskua me shit kapitalin e tyne zigant për me u futë në këto tregje cilat napin ma shumë lek. Kështu që, çfarë do i këshilloni qytetarët? Është ky moment i duhur për të blerë are? Apo të presin? Kjo është një këshillë, kisha me thënë, shoqënore, shumë e gjanë. Unë për këto kishëm me u këshillua gjithë atyne që jenë të interesuam për këtë treg, të futën e të lexojnë, të studiojnë, të këshillohen me shtëpi këshilluese ndërkombëtare, të cilat janë si PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG e tjera, të cilat i analizojnë në thellësi këto tregje. Ashtu që në qoftë se më lejohet me nda këtë punim temin me juve publik. Parashikimet e mia kazojnë që ari, platiniumi, disa këto, si folëm edhe përpara se filluan inqizimet, parashikimet janë që ato duhet morrit. Edhe pak, sepse stabiliteti, pra besueshmëria jonë, aksiomat, assumptions që i thonë në anglisht, hipotezat prej ka fillojmë na për me kriju modelet shkencore, matematikore, ekonometrike, janë jashtëzakonisht ndërthuruna e të ndërlidhuna e komplekse, cilat shpesh mundet me ndollë që një variabili cila nuk është e vume në model me e tërnu kompletisht shien e supës. Për ata, në kohë të funit, janë shumë modele shkencore cilat merren me këtë fenomen të parashikimit të tregjeve. Sikur dikush të ditë për të sigurt se çka kite me ndollë me një treg, ai këtë informacion nuk kite me da, po vetë nuk merrem me këto, personalisht nuk merrem me këto tregje, merrem me shkencën e vlerësimit edhe të parashikimeve tregjeve të makroekonomisë. Atje për fund, me qenë se gjatë gjithë bisedës e kupton dhe keni afruar shumë tek shikuesit, por duhet një vlerësim nga ju se në krahasim me investimet të tjera, si prona apo kursimet bankare, ku pozicionohet sot ari? Ari pozicionohet i sigurt. Ajo është më rëndësishme. Njerëzit, bankat qendrore, në përbot, shtetet kanë investuar shumë në arë. Sinjali saj është çmimi i saj. Ashtu që qoftë se e krahasojmë me kursime tjera, në qoftë se unë një të afrimit tem në tetori kam këshillua që kjo kanë këshill familjare e rrethit të ngushtë nuklear për me investuar në arë. Edhe detash në të parashikimet e mia ka nëllë ashtu si e kam vlerësua, ashtu që në qoftë se e masim në matematikore se cila kitë lanë ma shumë profit, definitivisht është pjesë e arit, sepse njerëzit kanë investuar në të si rëlloje perceptimit tyne, si thamë parë, në krahasim me
me atë bukën se si lëviz çmimi i saj, pra i kanë kriju përshtypjen që hala shihet ti me mjekull është në botë. Ashtu nga ata kanë kriju perceptimin, perceptimet e tyne krijohen bazë të fakteve reale, të informacioneve, ditonis, të parashikimeve, të vlerësimeve, e shumë bindjeve personale tyne, intuitave, se si e ku kanë me lëviz drejtët e botës. Atje mund të mësojmë pak më shumë se çfarë jeni duke punuar sa i përket atij modelit të shkencor nga ana juaj. Në lidhje me këtë fenomen që thirrët parashikim, në shkencë thonë se në qoftë se ti parashikon diçka eksakt, atë thonë nuk ka shkencë, por është edhe fat. Po kjo nuk ka fund kur pra. Po na nuk rrim rahat, jem të pa bindun me të një rahat, edhe duar kryq, edhe mos më ba asë në këtë linë vetë punojnë në këto me këtë sen merëm personalisht kjo janë që ka vetë investoj kohën teme. Në kohë të funit e kom shkruar kishë mëj më thani teoritë temën që thirët teoria kuantike e parashikimeve makroekonomike. Edhe e kom qua këtë një revist shkencore në Kanadë, revizuame prej një profesor doktor i fizikës kuantike, me pasë që si kanë me vlerësua. Po në të parashikimin tem është logjika e komplet teorisë me cila tërnon kompletisht mënyrën e të arsyetuamit të parashikimit, është që nuk mundet me kanë vetëm një variabel, po duhet me kanë gjitha informacionet për gjithë shka që ndodh aktualisht në botë, me kanë mrena ati modelit kuantik real për muj me dhënë një parashikim. Pra, kjo është teori e pa publikuar me hala, e pa konfirmuar, nuk e dija a ka me si a kanë me aprovu, a kanë me... Do të pritet që të publikohet nëse... Po, në qoftë që ata e shohin si diçka të arsyeshme dhe funksionale, pritet se mundet për mu publikohet. Po, në qoftë se nuk publikohet, vetë besojnë atë teorinë teme, qoftë se sepse mundet me ardhë koha vakti, dikon doj dite e lajëm për me pa dritën e sajna. Atje ne ju dëshirojmë shumë suksesi, më mbetet ju falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha këshillat dhe shërimet e vlefshme që i keni ndarë me ne dhe shikuesit e televizionit Bojën në lidhje me temën që patëm. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Edhe një herë faleminderit juve personalisht shumë dhe për fund përshëndes gjithë shikuesit e televizionit të vetëm shqip, i cili me shumë mund e me shumë sakrificë e pajti të banin hapun për me lanë e për me qitë të vërtetën në dritë. Faleminderit juve, miru pafshim dhe miru takofshim.